Dhe këtë pyetje çdo njëri prej nesh e kemi në kokë. Çka më bë për me fshi gjunahet? Çka më bë me dal prej kësaj bote pa gjunahe, që është qëllimi kryesor i secilit prej nesh. Por mos me dal kështu, edhe por mos me u skuq, edhe për mos me të maltretu Zoti ty, në ditën kur do dalim para tij, në ditën e gjykimit para krijesave, kur aty janë me lajket, kur aty janë njerëzit, kur janë xhinët, edhe gjykohen gjithë, e me ta rujt Allahu atë autoritetin të pak që ki, ta ka mundësu para se të shkosh atje, që këtu ti bësh disa punë të cilat janë shkak për fshimjen e gjunaheve, janë shkak për fshimjen e gabimeve. Janë disa nga punët të cilat Allahu te bareke ve taala ne i ka mësue ose përmes Kur'anit ose përmes të dërguarit të tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe puna e parë që i fshin gjunahet, që i fshin gabimet, edhe nuk lën gjurmë fare, është pendimi i sinqert. Me u pendue besimtari musliman për gabimet, për gjunahet që i ka bë në të kaluarën, me ndje keqardhje, edhe çka me i qajt zemra. Me i qajt zemra për gjunahet që i ka bë. Sepse në këtë botë gjunahet fshihen me pendim, edhe me lotët që dalin nga zemra. E kush nuk e bën këto, e nuk i djeg, nuk i fshin gjunahet me pendim, edhe me lotë që dalin nga zemra, për shkak të pendimit sinqert, atëherë fshihen në botën tjetër. Fshihen në botën tjetër me zjarr xhenemit runës. Dhe Allahu te bareke ve taala në Kur'anin fisnik thot: "Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa yaghfiru 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Që do të thot, Allahu është ai i cili e pranon pendimin për robët e tij. Pra, këtu hiq në dilemën, ama pranon as pa pranon, Allahu vetë po thot: "Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi." Ai është Allahu që e pranon pendimin prej kujt? Prej robët e tij. Dhe na jemi robët e tij. Masi ta pranon pendimin, nuk përfundon me kaq. Allahu po thot: "Wa yaghfir 'an as-sayyi'at." Edhe i fal ato gjunahet, edhe i fal Allahu ato të këqija. Pra u pendove, Allahu ta pranoj. U pendove, ti fshiti Allahu gjunahet. Dhe mos harron në fund: "Wa ya'lamu ma taf'alun." Mirpo Allahu e din shumë mirë tash çka keni me bë mas pendimit. Çka keni me bë mas kërkim faljes. I din veprat. Mos mendo dikush prapë me u kthy tash. Të gjithë neve na thret që të trokasim derën e tij. Kur them të gjithë neve, edhe ata që i kanë gjunahet më të mëdha, mbi rruzën toksor, edhe ata Allahu te bareke ve taala i thret që të pendohen edhe të mos largohen asnjëherë nga kush, nga shpresa e faljes së mëkateve. Me shpresu çdo herë dhe ato shpresim me bë me bindje se Allahu ka me t'i falë. Allahu te bareke ve taala të gjithë, ata që kanë gjunahe pak edhe ata shumë, ata që kanë të vogla dhe të mëdha, të gjithë Allahu te bareke ve taala i thret: "O robrit e mi, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." O robrit e mi, që keni ngarkuar veten me mëkate, që keni rënduar veten me gjunahe, la taqnatu min rahmatillah. Mos e humbni shpresën asnjëherë nga mëshira e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allahu i fal gjitha gjunahet. Kujt ja fal? Atij që pendohet, atij që kërkon falje, atij që i dhem zemra për të kaluarën e tij jo të mirë. E ai që kënaqet me gjunahe, e ai që mburret me gjunahe, e ai që lavdrohet me gjunahe, ai do të përjeton vujtje, do të përjeton mjerim, do të përjeton poshtrim edhe nënshmim në jetën e dunjas, pastaj poshtrimi dhe nënshmimi i madh do të fillon atje kur e merr dënimin në botën tjetër. Vllazën, e kena mundësi me nejt pa gjunahet, sidomos pa gjunahet mëdha. Pendohesh. Edhe në momentin që pendohesh, sinqerisht, edhe seriozisht, ti je sikur ai që s'ka gjunahe fare. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba leh." Ai i cili pendohet nga gjunahet, nga mëkatet, është sikur ai që s'ka bërë gjunahe fare. Pastaj e dyta që i fshin gjunahet prej punëve tona në jetën e kësaj bote është istighfari, me i kërku falje Allahut natën edhe ditën, me i thonë: "Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilej, astaghfirullah wa atubu ilej", që do të thotë të kërkoj falje o Allah edhe pendohem tek ti. Të kërkoj falje Allah dhe po pendohem, më falo Allah.
E ai që kërkon falje, ai e ka Zotin falës. Se sikur Allah mos kishte qenë falës të lutu sa dush, kërkoj falje sa dush, se nuk është falës, me qenë se Allah është falës i madh. E don falën, ka me të falë. Dhe Allahu te bareke ve taala thot: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafuran rahima." Që do të thot, ai i cili bën keq, aw yadhlim nafsa, ose i bën zullum pa drejtësi vetvetes apo të tjerëve, pastaj çka? I kërkon falje Allahu te bareke ve taala. Pra mas i ka bu keq, mas i ka bu zullum pa drejtësi vetes së vet, apo të tjerëve, i kërkon falje Allahut. Allahu çka po thot? E gjen Zotin e tij, e ka Zotin e tij që fal shumë. Pra të falë Allahu te bareke ve taala. Puna e tretë që bëhet shkak sebeb për me na i fal Allahu te bareke ve taala gjunahet tona, janë disa ibadete adhurime të përditshme që i kryen besimtari, edhe nga njerë harron që ato bëhen sebeb me ju fshi gjunahet. Po e zamër, unë azot, dikush prej nesh, prej namazit sabat që kemi falsa, deri tash namazin e gjumos, ka bo gjunahet. Kush i fshi qëto gjunahet prej sabat, deri në drek, deri në gjumos, që kë namazit tash që kena me fal. Runa zot, dikush tjetër ka gabuar diçka, mas xhumos deri në ikindi, namazi i ikindis i fshin ato që janë bën mes drekës edhe ikindis. Namazi i akşamit i fshin ato gjunahet që janë bën mes ikindis edhe akşamit. Namazi i yacis i fshin ato që janë bën mes akşamit e yacis, dhe namazi i sabat i fshin ato që janë bën brenda natës. Kjo nuk do të thotë që bëni gjunahe njerëz. Jo mos bëni, por nëse ke bën ndonjë lëshim, ke bën gjunahe të vogla, që to të voglat që to namazet i fshin. Për ata e ke pa, kur vjen koha namazit, besimtari musliman, çka ka qef? Kur vjen koha namazit, ai që është i përkushtuar, që është i sinqert në raport me Zotin e tij, çka ka qef? Të çon të falemi. Ka dalë pra se ka ku? Ja çon të falemi, se dyshysh e nin veten se ka një barë një ngarkesë. E kur të falet që thot, alhamdulillah, tash e krytu. E dini pse? Se ka pas gjunahe, edhe kur të bësh ti ruku, kështu bjen poshtë, ato gjunahet bien. Kur të bësh sejdë bien gjunahet. Çdo ruku, çdo sejdë veç, edhe kur të falsh namazin, kur dilsh, duket njeriu më i lumtur. Duket vetja që e lehtësue. Duket vetja sikur je bot djalë i ri tash, se je pastru pe mëkateve. Pastaj përveç namazit që është rutinë, edhe këtë rutinë nuk e bëjmë sa për sy e faqe, si punë rutinore, po është rutinë shpirtënore që ta kënaq shpirtin edhe zemrën, pastaj edhe trupin. Përveç namazit e kemi edhe sadakan, edhe sadakaja, lëmosha që japim në rrugën e Allahut, fshin mëkatet. Sadakaja ta ndryshon jetën për mirë. Sadakaja nëse ke smundje, çron, nëse ke dhimbje, ti lehtëson, nëse ke halle, brenga, mërzi, ti kalon krejt. Nëse ke fatkeqësi, ta lehtëson me kalu fatkeqësi. Për ata dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, çka i ka porosit besimtarët musliman kur kanë edhe ndonjë çmur dhe mjekësia bashkëkohore i çon dur prej tij, ka thonë dawu mardakum me sadaka. Shëroni çmurët tuaj me sadaka. Edhe ka njerëz që thotë e kanë dhënë diagnozën e fundit që ky shërim nuk ka më. Pse ka kaluar në këtë staz apo ku e diu në smundja. Mirë po, mas një kohë, një muja, 5 muja, një vjet, o shëru, çu ka mundsi? Po se ka dhënë sadaka. Pastaj e kem Ramazanin prak të cilit jemi. Qa kemi boru në Zot për një vit, vjen Ramazani, muj i faljes, të mëkateve, bën ibadet, të falë. Pastaj vjen haxhi, që është sezon madhështore i bashkon muslimanët prej tëna vendeve të botës, edhe shkon besimtari me parë halal, edhe e kryen haxhin çish duhet, e kryen për hatër të Zotit, jo për emën, jo për pozitë apo për diçka tjetër. Kur kthehet prej haxhit, e dini çish është? Prej mëkateve, sikur fëmin kur e ka lind nana. Pra ai i cili ka kryer haxhin, dhe në haqë nuk ka bo gjunahe, në haqë nuk ka bo gabime, në haqë nuk ka fol fjalë të pistat në dyta, rëgja ke jaumin veledet hu ummu, kthehet në shtëpinë e tij, sikur atë ditë kur e ka lind nana vet pa gjunahe. Pastaj vllazën prej punëve që bëhen shkak sebeb, me na i fshi, me na i falë Allahu gjunahet, është edhe doaja që ne e bojmë para ato të vdekurin. Pra i vdekuri ka shku tek Zoti, më lidhen besimtarët musliman, sa ma shumë numër është e rëndësishme. Po më e rëndësishme është ata që janë aty, sa shumë problem numri, po ata që janë me qenë çka, me qenë besimtarë të devotshëm, edhe bojnë do lutje për ata të vdekurin,
ai duke qenë i vdekur aty para nesh xhenazja, i falen gjunahet. Për shkak të duave, të lutjeve që i bojnë të gjallët për të vdekur. Pastaj shkak për faljen e gjunaheve tona është shefati, ndërmjetësimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam për ata që kanë bërë gjunahe vogla apo të mëdha, sepse çdo pejgamber që ka thënë Allah i ka dhënë lutje datë pranuara. Edhe ja u ka pranuar Allahu. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam, pejgamberi ynë, pejgamberi i fundit nuk ka bërë lutje, e ka lënë lutjen da'ën e tina për ata që kanë bërë gjunahe kur dalin para Allahut te bareke wa ta'ala. Vllazën prej punëve që bëhen shkak sebeb, e kjo duhet me ungulit në kokat tona, se me këto përballemi çdo ditë. Me këto punë që po i përmeni tash në fund, me këto përballemi çdo ditë. Dhe këto punë bëhen shkak, edhe pse ty nuk pëlqejnë, që dal nga dal ti me u shkun prej gjunave, me ra gjunahet e tua sikur gjethet kur bien në sezonën e vjeshtes prej trupit të pemës. E keni po ka një dhe mbetet pema pa asnjë gjethje. Çështu besimtari, i cili përballet me çdo sprova që do t'i përmendim, pastrohet prej mëkateve. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hamin wala hazanin wala ghamin wala edhen hatta shauketu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. Që do të thot, çdo sen që godet besimtarin musliman, qoftë smundje, qoftë lodhje, qoftë halle, qoftë qimbrenga, qofshin mërzi, qofshin dhimbje, derisa edhe thera që hin kamën e tij, edhe i dhem kamba apo dora ku ka hi thera, të gjitha këto që i përmendëm, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bëhen shkak, bëhen sebeb që t'i falen gjunahet besimtarit musliman. Kush prej neve sot nuk ka halle? Kush prej neve sot nuk është i brengosur? Kush prej neve sot nuk është i mërzitur? Kush prej neve sot nuk është me disponoj mirë? Kush prej neve nuk ka mërzi? Kush prej neve nuk ka dhimbje? Kush prej neve nuk ka smundje? Kush prej neve nuk ka sprova? Kush prej neve nuk ka fatkeqësi? Këto e në realitet. Andaj gjitha këto, smundjet, dhimbjet, hallët, brengat, mërzit, sprovat, fatkeqësit, të gjitha këto bëhen shkak nëse na bojmë durim që Allahu te bareke ve taala me na i fal gjunahet, edhe fundit që po e përmeni, e je fundit këtë se ka dhe shumë të tjera, po një që duhet çdo herë të lutemi edhe që të arrijmë atë është rahmeti, mëshira e pakufishme e Allahut te bareke ve taala. Nëse këtë që të tjera si kin rregull, atëherë ke pas bindjen që ky Zoti që e adhuron dhe është i denjë, është meritori për adhurim, edhe është i gjithëmshirshëm, edhe ke shpresuar mëshirën e tina, në fund Allahu me mëshirën e vet nxjerr prej sprovave, nxjerr prej krizave, nxjerr prej belave në këtë botë, edhe në botën tjetër nxjerr prej zjarrit të xhenemit, runa Zot.